Do doja shumë që publikun tonë të familja jonë të njoftonim rreth organizatës që sa vepron, cili është target grupi që ka synim dhe mision dhe detajet e tjera. Po, pra, unë sot me shumë kënaqësi jam këtu në cilësinë e koordinatorës të projekteve të organizatës, siç e përmendë ti, në gjuhën shqipe njihet Nisma e të rinjve për të drejtat e njerëzit, por kjo është organizatë rajonale edhe në gjuhën angleze njihet si Youth Initiative for Human Rights, që ne gjithmonë zakonisht e referohemi me këtë shkërtesën YIHR. YIHR-ja është një organizatë rajonale që gjendet në vendet e Ballkanit Perëndimor, kryesisht në vendet e dala nga lufta, pra gjendet në Serbi, në Kosovë, në Kroaci, në Maltëzi edhe në Bosnjë dhe Hercegovinë. YIHR-ja edhe ajo në Kosovë ka mbi 20 vite që shërben, edhe ne punojmë në 3 shtylla kryesore, që janë demokracia dhe sundimi i ligjit, është ballafaqimi me të kaluarën edhe ndërtimi i paqes, edhe tjetra është aktivizmi rinor. Në të gjitha këto, target grupe janë qytetarët ata që përfitojnë nga projektet që bëhen? Po, gjithmonë janë qytetarët, sidomos rinia Kosovës. E gjithë ideja jonë është që qytetarët pa dallime etnie, apo raca, apo çfarëdo komuniteti tjetër që ata i takojnë, të mos janë asnjëherë të shtypën për përkatësinë e tyre, por gjithmonë tentojmë që grupet e marginalizuara të ndihmojmë që ta ngrisin zonën për padrejtësitë që ndodhen dhe ta krijojmë një shoqëni sa më të barabartë, gjithmonë qoftë përmes aktiviteteve simbolike apo projekteve që i kemi, që të bashkëpunojmë edhe me institucionet që të mos e lënë anash rinin.